ky është një event i organizuar tërësisht nga grupi privat. Partner shqiptar, gjerman, turq që kanë marrë përsipër gjithë të ndërmarrje kolosale. Dhe shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro siç thon sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion që ne të garantojmë që ata mira njerëz, të cilët kanë prerë bileta nga Europa, nga Amerika, nga Australia, 80 shtete, dhe janë më shumë deri tani që flasim, më shumë se sa ata që blen biletat dhe erdhen për finalen e Conference Ligës. Ky event, nëse do të mbetej paralizuar, do të ishte një mundësi më pak për ekonominë e kryeqytetit. Sepse ata mira njerëz sjellin një impakt ekonomik të menjëhershëm, por sjellin dhe një impakt ekonomik hapasapi. Ajo finalja e Conference Ligës na solli ne gjitha të bunë turistësh nga Hollanda dhe nga Italia. Ja, këto janë eventet, sepse boda nuk janë budallej që organizojnë eventet të tilla, që natyrisht kërkojnë një shpenzim në fillim, por janë investime për një Shqipëri tjetër, që nuk ndalet, nuk kthehet mbrapa, të hidhen përpjet ata që stuan.